Orenda nga ai rast është e mbyllur, kjo është një krim të njerëzimit. Se çdo qytetar i PEI e din se këto vajza janë të paguara ta bëjnë atë vepër. Kjo është turp për një qeveri. Kjo është më të vërtet skandal edhe për drejtësinë e Kosovës me vendimin të hënën. Gjatë ditës së hënë në gjykatën themelore të PEI-s është dhënë vendimin ndaj 3 infermierëve, të cilat në vitin 2022 kishin ushtruar dhunë ndaj një të moshuarës në shtëpinë e plegjëve Orenda në PEI. Arona Apelaj është dënuar me 2 vjet e 3 muaj burgim, ndërsa 2 infermierët e tjera janë liruar nga gjykata. Sot do të flasim me Anton Rasaj, pronari dhe investitori i shtëpisë së plegjëve Orenda në PEI, dhe i njëjti do të na tregojë se si e ka pritur këtë vendim nga gjykata themelore e PEI-s. Atëherë, zotëri Rasaj, fillimisht faleminderit shumë që pranove me e zhvillu një intervistë me neve sot. Tu e pas parasysh se gjatë ditës së hënë është dhënë vendimin në lidhje me 3 infermierët nga gjykata themelore e PEI-s për dhunën e ushtruar ndaj një të moshuarës në qendrën apo në shtëpinë e plegjëve Orenda, ku dhe ju jeni pronar aty. A kishe mujt në detaje me na tregu çush e keni prit këtë vendim dhe çush e shihni nga gjykata e PEI-s një vendim ku njëra nga infermierët u dënu me 2 vjet e 3 muaj, ndërsa 2 të tjerat vetëm sa janë liruar? Përshëndetje, faleminderit, rrugullat që më jape mundësinë dhe rastin të japi edhe të shprehje edhe mendimin tim si investitor zvicran apo por edhe pronar i shtëpisë së moshuar Orenda. Ndoshta opinioni i gjerë nuk e din, duhet t'ja bëj me dije se Orenda nga ai rast është e mbyllur me urdhëresë të Ministrisë së Qendrave Sociale dhe të Kuran Muratit si ministër. Të thotë njërë arbitrare e mbyll institucionin dhe investimet zvicrane në Kosovë. Sa i përket vendimit të drejtësisë apo gjykatës së PEI-s për këto 3 infermierë, kjo është një skandal në vetvete, skandal i radhës. Pse them këtë? Këtë them me fakte, nëse më lejoni edhe keni kohë, nëse fillojmë nga fillimi, nëse çdo njeri e shef atë video të incizuar nga vetë infermierët që marrin pjesë në dhunë, aty kemi 4 infermierë. E para Arona Apelaj që bën veprimin dhunën që është prej ndaj të moshuarës. Edhe nëse më lejoni t'ja u shpjegoj, tani pasi që i kam gjitha dokumentacionin nga hetuesia e PEI-s, mund të them që këtë person në vitin, i lutem vetëm keni dorë. Patjetër. Kështu, në vitin me datë 9/5/2020 rreth orës 01:30 në Prishtinë, në një vetur ndalohet nga policia e Kosovës, po foli për të dënuarën, në të cilën në atë kohë i konfiskohen lëndë narkotike. Të thotë ka substancat të ndryshuara narkotike. Kjo vajzë hetohet 2 vjet rradhazi nga hetuesia PEI-s për edhe Prishtinës për mbajtje të narkotikëve apo tregti të narkotikëve. Arona Apelaj. Dhe pa pritmas, kjo me 26/4/2022 përfundon hetimi, shpalljet e pafajshme dhe 15 ditë pas këtij vendimi të hetuesisë vjen edhe punësohet në Orendë. Do të thotë, për çfarë arsye vjen kjo punësohet në Orendë ku punon vetëm 2 muaj, e bën veprën edhe shkon rrugës vet. Kjo është një fakt shumë i madh, këtë ja kam thonë edhe hetuesisë. Hetuesisë kam kërkuar nga hetuesia se që në fillim të hetohet për komplot. Se çdo qytetar i PEI-s e din se këto vajza janë të paguara ta bëjnë atë vepër. Këto janë të cytura për oligarkëve të ndërtimit në PEI edhe për qeverisë të tanishme që janë pushtet dhe të atërshme. Nëse dalim tek rasti tjetër, rasti i njëjtë, mirë po tek figura tjetër, të Remzie Kuqi. Remzie Kuqi është një person që e merr të gjithë ngjarjen me video. Do të thotë, Orenda në rregulloren e Orendës e ka pas të ndaluar punëtori apo infermiera të këtë telefonin privat gjatare të punës. I kanë pas 2 telefona të institucionit. Kjo e thënë të rregullore, e mon telefonin e vetë privat edhe bën incizim.
ky person, Remzie Kuqi është me profesion juriste. Është juriste. Keni parasysh? Po. Të thotë, unë e besoj që një juriste duhet me ditë se çfarë përgjegjësie ka kur e bën një vepër të tillë të krimit. Si çka ka qenë e punësume në Orenda? Ajo ka qenë e punësume si infermiere, mirë po e ka dhe bachelorën e juristës. Kupton? Të thotë, e ka edhe diplomën, e ka mallon diplomën, e ka edhe tësia të saj si juriste. Edhe kam zhvilluar atëherë biseda me të se me kohë do e kryejnë disa punë administrative. Paramendoni, një juriste nuk intervenon pa ndërprerë dhunën, po larg asajna e merr me video edhe arsyetimi i sajna në hetuesi thotë unë atë video nuk e kam bërë për përfitime vetjake, pa e pyet asnjëri apo ta abuzoj. Unë po e lexoj ajo që ka deklaruar. Po. Që i kam përpara meje dokumentacionin. Pa e pyet asnjëri, ajo vetë deklaruat se kinse unë këtë incisim nuk e kam bërë të abuzoj apo kam përfitime, mirë po e kam bërë vetëm kinse të ja përcjelli pronarit apo menaxherit, ngjarja ndodh të shtundën, kalon e shtunja, dive, hëne, martet, mërkurët dhe në opinion. 4 ditë ky person nuk e informon asnjërin për atë dhunë, edhe me qenë se e ka incizimin e video. Kjo tjetra është që ambon dorën asaj të moshuarës atje, paramendo, është pjesëmarrëse në dhunë, edhe lirohet nga akuzat. Akuza, nëse guzoni ja vlerësu, është e cilësuar si e tillë sulmi, mos lajmërimi i përgatitjes së veprës penale dhe fotografimi dhe incizime tjera të paautorizuara. Paramendoni, çto 3 fakte që i ka prokuria, prapse të 2 të tjera dalin të pafajshme. Faktikisht 3, ajo e para del që në fillim, sepse pas gjitha kësaj, si të thëmë, dirigent në prokurinë e Pejës, 2022 ka qenë ish prokurori i Pejës në atë kohë. Ai ka qenë dirigent i gjitha këtyre sulmeve edhe përgatitjes atij komplotit, me njerëz të caktuar. Për fat keq për fat mirë nuk është më në detyrë. Kështu që pak a shumë e shpreha ato dyshimet, i shpreha ato vlerësimet e mia, po edhe faktet që i kam se këto vajza janë të paguar për me bë atë vepër. Dhe kjo është një komplot. Më duhet ta cek edhe ta shtoj tek ju në televizor se në akt akuzën e këtyre vajzave edhe unë kam qenë i thirrur apo jam i shënuar si dëshmitar. Paramendoni që bërë prokurori. Më thret 3 herë në 3 seanca që më thrasin nga Zvicra dhe unë marr pjesë. Nuk zhvillohen seancat. Në seancën e 3 mungon edhe vetë prokurori i shtetit, paramendoni vetë prokurori i shtetit, edhe me qenë se mua ma kanë çuar thirrën nga Zvicra. Dhe kur vjen seanca e 4, mu prokurori i shtetit përjashton si dëshmitar. Thotë s'ke nevojë, ne të kem shlyt ty, s'ke nevojë të dëshmosh këtu në këtë rast. Kjo është një Do më thonë ju nuk keni marrë pjesë as gjatë seancave gjyqësore në gjykatë Pejës? Jo, nuk kanë leju. Sepse seanca ka qenë mbyllur sipas prokurorit. Paramendo, unë kam qenë dëshmitar i thirrur edhe në fund më kanë hekur nga dëshmitari. Me dëshirën ose me kërkesën e prokurorit. Unë po them edhe një herë, prokuroria e Pejës, jo e gjitha, pa një pjesë shumë e kapme për sistemin tanishëm, edhe për oligarkëve. Mirë po edhe gjykatës kemi, ne ky gjykatësi që e ka sjell këtë vendim të hënën dje. Kjo është i njohur për vendimet e tilla, nuk është rasti vetëm. Ka shumë njerëz, vjen në histori tina dhe mendoj veprimet e tina edhe vendimet e tina që i ka sjellë në gjykatën e Pejës. Presoj që pak a shumë... Po, do më thonë, sipas juve, ky vendim i gjykatës Pejës ka qenë skandaloz. Nuk u konë diçka që ka ju e keni prit në lidhje me... Po, me gjithë, unë tentova vetëm t'ja shpjegoj atë veprim të tyre skandaloz se pse, me këto fakte që ja u thash. Ka fakte edhe tjera, këto do ja vëqes, ose këtu ose në Washington, s'ka kuma problemi. Të gjitha i kemi.
Ju e thatë edhe ma herët se Orenda që nga rasti është e mbyllur. A mundesh me na tregu çka ka ndodhur gjatë kësaj kohe? Nuk është hi asnjëherë në funksione dhe a keni marrë veprime për këto? Po kështu, nga rasti ndodhur me nëntor, fillim me 2 nëntor 2022, me urdhër të ministrit e Kuran Murati, është mbyllur Orenda. Orenda mbyll në mënyrë kriminale, jo arbitrare, kriminale. Brenda 24 orëve, adasht, familjarët vinë dhe t'i marrin 32 pleq, 32 banues që kanë qenë në Orendë. Para mendoni, brenda 24 orëve, gjitha janë të dokumentuara, me vito, me shkresa, me peticionet familjarëve. Kjo është një krim të njerëzimit. Brenda 24 orëve kanë mbetur 22 punëtor pa punë, që kanë qenë të punësuar sultarisht në Orendë. Fal njerëzve të qeverisë dhe oligarkëve të ndërtimit. Ne e dim se pse kanë bërë këtë komplot. E din edhe opinioni, e din edhe tërpeja, sepse ata kërkojnë pllacin, vendin, tokën e Orendës të ndërtojnë, të bëjnë ndërtesa. Atë ma kanë thënë edhe në ministrinë e Albin Kurtit. Vetë ministrit. Kështu që unë s'po di çka të bëjnë më tepër, unë i di çka kam bërë. Unë e kom vepru, unë e kom padit ministrinë mirëqenies sociale. Ne kemi padit ndaj infermierëve, të 4 infermierëve, jo të 3, të 4 infermierëve në PEI. Ne kemi padit ndaj Katrina Zeneli që ka shpërnda atë video në mënyrë jo ligjore. Ne kemi padi edhe ndaj personave të tjerë që janë përfshirë në rastin e Orendës. E ku jemi të padia ndaj ministrisë edhe padia ndaj 4 infermierëve, a mundesh me na tregu në cilat raste, në cilat cilësi i keni padit ju këto dyja, ministrinë edhe 4 infermierët? 4 infermierët ne nuk kemi pas mundësi tjetër përveç mundësi se padis për dëmshpërblim ndaj dëmeve që ja kanë shkaktuar institucioni. Sepse për vepër penale, prokuria PES kishte vetëm ngritur padi. Edhe ty padit njëkohësisht për të njëjtën vepër nuk shojnë pesh, është jo juridike, jo normale. Kështu se neve na ka mbetur edhe atë edhe kemi bërë para 4 viteve për dëmet që na kanë shkaktuar. Tek Ministria e Mirëqenies Sociale kemi bërë padi për tërheqje e licencave në mënyrë arbitrare. Unë e pecek edhe një herë. Unë jam investitor zviceran, unë jam i mbrojtur në fryshtetit zviceran sa ju përket investimeve. Ne kemi një marrëveshje 2011 bilaterale mes Kosovës dhe Zvicrës, e cila në mënyrë decisive në 4, 5 dhe 6 e mbron cekët se si mbrohet investitori zviceran në Kosovë, në investimet e veta. Në 4, 5 dhe 6 qeveria e Kosovës i ka shkel, e ka thënë këtë marrëveshje. Kjo është turp për një qeveri. Kjo është më të vërtet skandal edhe për drejtësinë e Kosovës me vendimin të hënën. Për fat, institucioni Orenda e ka avokatët, grupin avokatëve edhe në Zvicër edhe në Kosovë. Ne nuk do ju ndalemi derisa e drejta do të vijem në rrugën e duhur. Kështu që unë besoj që edhe në Kosovë kemi drejtësi, ku s'paku për ata pleq, për ata banues, për atë të ndjerën, do të vjen koha dita që t'i thojmë, okej, faleminderit se ki patëm edhe ne drejtësi edhe një gjyqtar të guximshëm që e japin dënimin e merituar çdo njeri që është i përfshirë në këtë komplot.